E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara, Nancy Van Horn zhvilloi të martën takime të ndara me krerët e grupeve parlamentare, ku diskutua për sfidat politike, dialogun dhe reformat për të përmbushur pritshmëritë e popullit shqiptar sipas njoftimit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Van Horn theksoi rëndësinë e lirisë së fjalës, bashkëpunimit dhe institucioneve të forta demokratike, duke nënvizuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten të angazhuara për një partneritet të gjerë në çdo formë politike. Dialogu konstruktiv dhe liria e fjalës janë shtyllat të institucioneve të forta politike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara pret të bashkëpunojë me përfaqësues nga i gjithë spektri politik për të bërë vendet tona më të sigurta dhe më të begata. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla zbuloi se biseda me të dërguarin e Shteteve të Bashkuara në Tiranë u fokusua te dialogu dhe agjenda legjislative në kuadër të reformave. Në qendër të bisedës ishte dialogu dhe agjenda legjislative e kuvendit në kuadër të reformave shumë planëshe, ku prioritetet thelbësore spikasin përmbushja e detyrimeve të Shqipërisë në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian, brenda këtij mandati si dhe detyrimet në fushën e sigurisë si një vend antar i NATO-s, aleat strategjik i SBA-s. Opozita përmes kreut të grupit parlamentar Gazmend Bardhi paraqiti përfaqësuesit së Shteteve të Bashkuara të Amerikës shqetësime për gjendjen e demokracisë, krimin organizuar dhe korrupsionin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një aleat i çmuar i Shqipërisë dhe ne jemi me fat që i kemi patur gjithmonë në krah në çdo etapë të ekzistencës së shtetit shqiptar. Për fat të keq, gjatë këtyre 12 viteve, Shqipëria është drejtuar nga një qeveri partnere e krimit organizuar dhe e karteleve të drogës. Kjo qeveri qëndron në pushtet përmes parave të pista të krimit organizuar dhe korrupsionit. Takimet e së martës konsiderohen një mesazh i qartë i mbështetjes së Shteteve të Bashkuara për dialogun politik dhe forcimin e institucioneve demokratike në Shqipëri, ndërsa vendi vijon procesin e integrimit evropian dhe përballet me sfidat e brendshme politike.